Përshëndetje. Hëmi, çfarë mendje? Se një që ke bërë mi? Gjithashtu. Faleminderit shumë. Jemi bërë shumë parë lezet. Unë mirë lezetshëm fakt. Po mendoja që do flisnim sot tani këtej, tash, shumë informacione s'kemi, po thotë kemi cakta. Po. Sepse kemi mbushur Gossip TV-n me inserte shumë të lezetshme sot. Edhe më pëlqen shumë. Komplimenta për lukën. Kujtë qofin pak, kush ka me edhe shumë pak Sara nga kokët e këmbët? Dhe që ka bërë seksi shumë. Opa, dhe pak lutem, edhe pak, mos e ngrit fundin ty, Opa, lezetshëm shumë, bravo qofs. E ke mundësin të e bën? Niko prap? Po, sigurisht, Niko. Bukur shumë, mirë. Startojmë Gossip TV për ditën e sotme. Jemi bërë gati që të temi, si thash, shumë informacione të lezetshme. Jemi domethënë nga mashkulli më seksi në botë tek femra, më seksi ndoshta ajo në botë, por për shumë çuna, do të flasim pak më vonë për femrën, po nisim me mashkullin. E nisim. Jemi tek duket si Dwayne Johnson ishte ai që është përzgjedhur nga People apo? Ose The Rock. I famshëm The Rock, unë kam parë The Rockun për të parë fare tek The Scorpion King. Jo, më fal, tek Mumia, The Mummy Returns. Ka qenë ky mbreti akrep. Po. Që zien fund fare me ato O'Connell tek ajo. Jo, gjithmonë ka pasur kështu role shumë maskulore. Po. Ma shpjego pak termin këtu, maskulore. The Rock e ka nisur me WWE ku një luftonte, si mund ta thuajmë, WWE është ku zihen. Wrestling është jo catch e quajmë kështu neve, Është shumë i gjatë, është shumë i madh, është 24 orë, është shumë i mirë. Të pëlqen ty Sara? Të pëlqen? Nuk është tipi im. Ku e ti të një personalisht? Nuk është tipi im. Jo, normalisht nuk flas tani për pamjen. Në momentin që doli si edhe seksi. Oh yeah. Seksi është Dwayne Johnson, The Rock i famshëm pra, është papa, si bie? Se ta merret e goja. Jo, çështja është që është shquar, do të thoja, gjithmonë si mashkull shumë seksi. Jo vetëm seksi, po është aktor shumë i mirë. Domethënë shumë njerëz shumë i mirë, sepse Opa, shifë çik fotot. Jo, këtu ka qenë seksi. Si nisi karrierë? Po ka qenë pak bolut, thon, para se të bëj. Pak i fryr ka qenë. Pak i fryr? Edhe prandaj kishte këtë fiksimin e madh për të bërë muskujt domethënë, që gjatë kohës për të hequr. Po, çka që pëlqen, kujdesi shumë për veten, edhe normalisht ka qenë shumë i gjatë, e krijoi një trup shumë të bukur. Do ai kishte kompleks kam përshtypjen, edhe kështu vetëm i bi fort aty. Në fakt kështu është zhvillimi kur një person ka një kompleks, është duke punuar për të kundërtën asaj që ta balancoj. Arriti, bravo qof. Bravo, shumë bukur. Në fakt kam përshtypjen që këta kur zgjidhen kështu mashkulli më seksi duhet të kenë shumë kritere kam përshtypjen, nuk është shumë të seksi si fizikisht. Si ka Justin Bieber për shembull, nëse më pyes një mua kush është seksi më në live, nuk do më shkon te mendja te ky. Është i mirë, por besoj që ka akoma më të mirë. A më thua një që të pëlqen ty? Mua më pëlqen Jared Leto, më pëlqen. Pastaj Jeezy. Jeezy nuk është seksi tani këtu. Është seksi, po. E ke qefti shumë atë. Jeezy, Jared Leto, kush tjetër Channing Tatum. Por Magic Mike i famshëm. Po. Po që është përfolur shumë që do ishte Justin Bieber në fakt, mashkulli më seksi, sepse është përfolur jashtëmase shumë për fotot e tij hot të fundmi, atë muhabetin siç e kishte Haronte të vishte rrobat rastisht. Pra, doli njëherë nudo, njëherë jo nudo, njëherë me gjë për jashtë. Po gjithsesi mirë, ky ja fut Justin tash. Ky është 2 metra. Nuk krahasohen. Justin është ishte mirë, është si kalama tani është. Mirë, bukur. Jemi tani tek një tjetër moment shumë interesant. Është një insert shumë interesant që unë me shumë dashuri kam përgatitur. Bëhet fjalë për disa artistë që janë shumë të mirë, realisht shqiptar. Çfarë kanë bërë? Unë kam qenë i vogël, ndiqja gjithkohës festivalin e fundvitit, ndiqja Këngët Magjike, ndiqja Top Festin, ndiqja çdo eveniment që është bërë muzikor, domethënë, sepse edhe unë kam shumë qejf muzikën, edhe i shikoja gjithkohës. Tash çfarë ndodh? Kohët kanë ndryshuar, kanë evoluuar dhe shumë artistë që aso kohë kanë qenë të këndshëm, jo se janë tani të këndshëm, por kanë qenë domethënë pak më si bie. Më natyral, këndonin muzikë më të lehtë, kupton? Ka qenë shumë Alberia Dërgjonaj, ka qenë shumë e këndshme atëherë, ka fituar festivalin e fundvitit për disa herë në radhë. Çështja është që Alberia ka qenë gjithmonë kjo vajza e mbar, tipike. Shumë e mirë. Vokalin e ka pasur, vokalin e ka pasur pak më ndryshe, ka pasur më të ëmbël, tani e ka alternuar pak. Ka alternuar pak fare me Tallava. Pak. Tjetër. Jo, Tallava në fund nuk është gjë e keqe, se ka bërë Floro Maeci para shumë kohë, Tallava ishte kënga dhe bëri namin e zi, kështu që shqiptar jemi, Tallavan e kemi në gjak, nuk kemi çaj bëjnë. Po çështja është që Alberia ka ndryshuar shumë edhe në portret. Kështu që njerëzit thonë lart e poshtë ka bërë persone plastike sa ndej këtej, unë s'e besoj kurrë këtë gjë. Ajo disa gjëra e ka pranuar. Ka pranuar hundën. Sa fut ka pranuar? Ka pranuar hundën. Ka bërë hundën? Ka pranuar hundën. Pastaj kishte vetë ashtu ajo. Ka pranuar hundën, po kam një përshtypje që ka bërë pak jokes, pak mollcat, pak. Një shiring e vogël. Pak e vogël.
Nëse gjithsesi jo vetëm Albëria ka qenë ajo që ka ndryshuar, por kanë qenë shumë të tjera, vajza, po edhe meshkuj, që kanë ndryshuar jo vetëm look, po edhe formën e të kënduarit. Kështu që ka ardhur momenti të ndjekim insertin tani, dhe do kthehemi sërish pas pak këtu në Okej, jemi në vitin 2016 dhe sigurisht shumë prej jush keni idhujt tuaj në muzikë. Të herë ne vendosëm të gërmojmë thellë në YouTube për të gjetur disa detaje interesante. Në këtë insert do të keni mundësinë të shihni si kanë qenë personazhet tuaj të preferuar në fillimet e karrierës së tyre. E nisim. Adrian Gaxha. Këngëtari u shqua që në fillimet e tij për faktin se performancat e tij i shoqëronte gjithnjë me koreografi. Ai këndoi në Top Fest këngën e tij me titull Thuaj Mamit, e cila ishte një kopje nga fillimi deri në fund e Pop nga NSYNC. Unë e di se mami yçtële kur gjonat për nat o as pa gjumi nuk të ze. Sick and tired of hearing all these people talk about what's the deal with this pop life and when is it gonna fade out. Okej, tashmë Adrian Gaxha është shqiptarizuar në maksimum dhe bën klipe, me makina, me goca, me gjëra. Din qa po du Një ditë do linim Londra, Amerina, e bashkë do jetonim moshe me rinis. Albëria Adërgjonaj. Kjo këngëtare bënte namin dikur në çdo edicion të festivalit të fundvitit. Këngët e saj ktheheshin gjithmonë në hite, madje disa herë është përblyer me çmime të para. Çështja është që tani akoma vazhdon bën muzikë. Sa herë më këtosh, zemrën ty sta fala për një qast. Okej, kjo e fundit pak tallava, po nejse, s'është ky problemi. Problemi është që nuk njihet më. Çfarë ka ndodhur vallë? Zemrën ty sta fala Alketa Vejsiu ishte idulli i adoleshentëve që në momentin që u dëgjua zëri në radio, e më pas kur doli të këndonte ishte sërish një bum i madh. Ajo shquhej për energjinë në skenë dhe dëshirën e madhe që kishte për të ngjarë me Britney Spears, e cilën e kishte idull në atë kohë. Por thuhet se Alketa u përfol shumë më shumë pasi bëri hundën operacion. Shumë gëzuan dhe shumë të tjerë u mërzitën. Okej, kur ishte me hundë të madhe thanë se nuk ishte gjë. Kur e bëri hundën thanë që është plastike. Ah, si janë njerëzit, s'merren vesh fare. back into your arms again. Qili e nisi karrierën e saj me Cica. Po, me Cica. Të gjithë flisnin për gjoksin e saj dhe askush nuk fokusohej tek zëri i saj marramendës apo performancat skenike. Kur doli Tequila, u çmende gjithë dynjaja sepse me sa duket s'kishin parë asnjëherë Cica dhe shqyr erdhi Çili dhe ja tregoi. Nejse, e duam shumë Çilin. Ka qenë dhe mbetet një seks i vërtet. Edhe pse tashmë, pa Cica. Veç po du ti me mu kthy, të jem rreth me ty, të zjohem me ty, dhe një herë të jemi të dy. Ti ku je se as në ëndërsh të shoh, pse nuk vjen, përse ke humbur dhe s'më dëgjon. Zajmina Vasjari ishte ndër të vetmet që dilte me brek ose pa brek kudo. Ish Miss Shqipëria përflitej pafund në momentin që doli në treg për faktin se ishte shumë ekstravagante. Brekët e Zajminës u bën legjende, njerëzit gjithnjë aludonin nëse i kishte veshur apo jo ato. Por Arjan Çani e pyeti live në emision për këtë çështje. Ai tha: "Premtoj shqiptarëve që do të veshësh brek që sot e tutje." Zajmina u përgjigj: "Nuk ju premtoj dot." Dielli do t'i nis care. Motra e vogël e Inis Gjonit bëri bujë të madhe kur nisi të dalë nëpër ekranet e televizionit. Ingridi bënte muzikë elektro në atë kohë dhe duke qartë që ishte një vajzë që i pëlqente adrenalina dhe energjia e madhe. Gjithnjë me njërën vetu lart dhe me një lloj attitude, Ingridi u kthye në një seks simbol dhe në të preferuar në të gjithëve. Okej, deri në momentin që filloi të kopjonte. Zemra i fort tani është bosh. Leni me pjau, po shpaljau antroposu. Më dëgjoni vajza, era fundi që u flas, mjaft me këto fytyra, e boll me këto fjalë, mjaft. Rozi ka qenë gjithnjë këngëtare që kërkonte t'i thoshte gjëra troç, ashtu si edhe në kafe. Gjithnjë gati për sherr artistik dhe me një sjellje gati kontroverse, Rozana mori famë të menjëhershme me këngë si Çuna Metropoli në Top Fest, kur shqua se dinte të bënte edhe rap. Lec pra, jepi gas. Gjithsesi, tashmë ajo është diçka tjetër. Shije shkruaj. Thuaj ati sa shumë ty të kam duruar. Thuaj ati. Najdi nuk, najdi ren, najdi vreme, najdi qast koga da zboru. Tuna i përket shenjës gafores. Kjo do të thotë se ka gjithmonë një plan B.
Ajo nisi karrierën muzikore edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni njëkohësisht. Piromani i famshëm i Tunës nuk ndodhet më në YouTube, por ne gjetëm këtë. Okej, po të shohim Tunën tani, do të vëmë re se hunda, nofullat, buzët, trupi e tjerë nuk janë më si më parë. Çrëndësi ka kjo. Rëndësi ka që Tuna vazhdon të jetë po aq e pëlqyer dhe popular, siç ka qenë para shumë vitesh. Ertila Koka, vajza e cila u mundua aq shumë të dilte në televizor në çdo mënyrë, më në fund ja doli. Ajo e nisi me një performancë në Top Fest me një këngë e cila ishte komplet e kopjuar nga Nina Sky. Ja, dëgjoni pak. Okej, më pas Ertila tentoi të këndonte coverat e tjera në televizionet e tjera, por pa bereqet. Si përfundim pagoi ca lekë dhe bëri ca klipe. Nëse, e lezetshme është. Kjo ishte vetëm pjesa e parë e këtij inserti. Javën që vjen, bëuni gati për part 2. Bye bye. Okej, rikthehemi në Gossip TV, ka një moment tepër interesant tani, sepse bëhet fjalë për një rubrikë shumë interesante, është puntata e tretë në mos gaboje In Style. Sara ka një ftuar tjetër shumë special sot apo jo? Po, Artur Musa është ftuar, edhe do flasim për pjesën e make-upit kryesisht. Ka qenë në Milano edhe do flasim për trendet më të reja, edhe make-up, edhe vlog. Okej. Edhe më duk shumë interesante, më pëlqyen, edhe ma bëri make-upin. Edhe më Të bëri të bukur. Po. Ti bukuria e yllje, po të bëri dhe më të bukur Më apo? pëlqeu shumë realisht, edhe un kam qenë duke u edukuar te pjesa e make-upit. Zemra, Artur Muxa ka shekuj që bën atë punë edhe është i pëlqyer shumë Një jo vetëm nga njerëzit normal, po edhe nga celebrities. Domethënë ky ka krijuar katalogje shumë interesante dhe klipe. Shumë klipe, shumë reklama, gjithashtu për njerëz e pjesën e politikës. Ide interesante. E shoh, e ndjekim bashkë. Okej. Mirë se erdhët në Style, ku do flasim për pjesën e modës, make-upin dhe jo vetëm. Sot, më konkretisht, jemi në studio Bukurie e Artur Musa, ku do flasim për trendet më të reja e make-upit. Përshëndetje. Përshëndetje, Sara. Si e ke kaluar? Mirë, me punë, po mirë. Si shkon puna? Shumë mirë. Puna është për mua kënaqësi, është, domethënë, unë e dashuroj këtë punë. Si nisi? Nisi prej natë mamas time. Mami më priste flokët, më vizë në mënyrë shumë skandaloze me ta. Edhe i thash që okej, tash më le mua t'i preson dhe t'i pasaj një prit mua. Edhe kështu i preva flokët mami i ku më punë, i tha, e pysin kush i ka prej, ka prej turi, okej, pastaj fillova. Kaq ishte, mjaftë. Kaq ishte fillimi, pastaj hapa një sallon, hapa një tjetër, pastaj kryova sallonin tim, e kështu do më filloj. Por ishte gjë më e çuditshme ime që nga që primet e mi nuk e donin kisha artezanat. Por ja që u bë. Je lindur për këtë, me pak fjalë, se realisht shkon shumë mirë. E kam dhënë ti nga Zoti, kjo është unë e dashuroj që ja bëj me pasion. Më flesh nga mëngjesi deri në darkë, 24 orë nuk do të mërzitem asnjëherë. Jo, shumë bukur, për shkak të kemi parë që punon edhe me ca personazhe për pjesën e klipeve. Punoj me shumë personazhe, ndaç nga fusha e artit, ndaç nga fusha e politikës. Punoj me shumë reklama të ndryshme, sidomos kohët e punit jam menjanuar pak pjesës videoklipeve, vetëm disa miqve të mi, domethënë që unë i kam shumë gjanë dhe shumë për zemër, por më shumë jam punoj me shumë reklama, plus që disa projekte të mia që unë jam duke bërë, domethënë, nuk do jenë në Shqipëri, do jenë pak jashtë Shqipërisë, por them që bëja dalë në sukses. Kam punuar shumë vite me artistët, ndaç këngë magjike, ndaç festivale, ndaç çdo lloj gjëje që mund të, domethënë i kam prekur të gjitha, nga pak i kam prekur. E kuptoj. E ke patur kështu kollaj të punosh me ato personazhe? Kam pasur kështu teka që ta kanë vështirësuar jetën? Ka pasur edhe nga ta normale, se është kot me thonë që unë nuk kam pasur të bëj atë rolin e të mirit. Po ka pasur, por në fund fare, dhe më thonë, unë kam një diçka që i them, po, si e do ti, do bëjmë. Por gjithmonë bëja atë që doja vetë, dhe kur unë më mbaroja, thonë, okej, është shumë bukur. Dhe ashtu do të e krijova dhe besimin tek
personazhe ose tek këngëtari ose tek një aktor ose çfarë themi. Atëherë tani preferon të punosh ti ikish pak nga pjesa e klipeve, të punosh në diçka ndryshe. Të kanë lodhur? Më kanë lodhur pak. Më kanë lodhur pak, plus janë orë shumë të gjata, të zgjatura domethënë, edhe janë ftohtë, ngrohtë, diell, shi. Domethënë, them që janë pak të vështira, janë pak të nuk është të zgjasin vetëm një ditë, të zgjasin mbi 3-4 ditë, domethënë edhe plus që unë kam shumë qender dhe do të angazhohesha vetëm me klipet ose do të mbyllja sallonin. Do zgjesh një nga të dyja. Kurse për pjesën e reklamave them që është e bukur se është gjysmë dita ose një ditë, po të paktën është një gjë e mirë, merr atë që duhet dhe tak, mbaron shumë pastër, plus që ka më shumë rregull. Kurse aty është një flet këtej, një flet andej, nuk është më shumë lëmsh. Është shumë lëmsh. Po, ekzakt. Se një jetë një opinion, derisa dali kjo, sa të bëhet ajo, domethënë është një rrëmuj e vogël. Kurse me reklamat janë të ndara dhe specifikuara dhe gjitha gjërat janë në fillon dhe mbaron çfarë ka programi për bërë, domethënë. E ke parasysh që femrat te pjesa e make-upit kanë disa fiksime. Nuk kanë kërkesa të interesojnë çfarë shkon, po fiksohen me pjesën e make-upit. Çfarë mendon ti? Unë gjithmonë sugjeroj çfarë është në trend. Unë sa kam ardhur nga Milano, domethënë isha për një trajnim një javor atje për punën e make-upit dhe të flokëve. Dhe trendi i fundit që ishte atje janë ngjyrat e tokës, ngjyrat e ngrohta, që janë domethënë grimi arab. Grimi i arab domethënë është pjesa e lyrë e shumë me syll, janë këtu shumë xixat këtë vit, domethënë si trend, plus që pjesa e ngjyrave të tokës është shumë mëllojshmëria e ngjyrave që të kesh, mos kesh vetëm një ngjyrë, të kesh shumë ngjyra në kokë, plus që ne kemi parë që janë ngjyrat e theksuara, jo pink, jo jeshile, jo buqell, domethënë janë ngjyrat e trendit që ti mundesh të zgjedhësh këtë kohë. Që është një trend akoma vazhdon, që kemi parë kaq kohë, është diçka që vazhdon akoma. Janë edhe pleret e shkurtra shumë. Pleret e shkurtra janë me modele shumë ekstravagante, modele pink, gjëra shumë të lezetshme, domethënë për disa njerëz që duan të ndryshojnë, domethënë, kur je gjithkohën me një flokë të gjatë, domethënë diçka që të bëhet monotone, çdo gjë e shef një imazh tëndin pa lëvizur për shumë vite, duhet të bësh një spuntë, duhet të japësh një diçka. E kuptoj. Ti të ndryshosh. Për shembull, trendi i ri thesh janë ngjyrat e tokës. Teknikët kanë ndryshuar? Se kemi parë konturimin, highlighting, që është diçka që vazhdon akoma. Nuk e di, domethënë se sa grimjerë që kanë filluar tani këto i kanë nxjerrë, domethënë që konturimi është tani, po konturimi ka qenë edhe kur unë kam filluar pjesën time, domethënë një make-up artist fillon të njohë fytyrën me konturime, domethënë duke e filluar duke bërë konturime të fytyrës. Meqenëse ti bën një make-up, nuk mund ta bësh pa konturime. Por tani janë gjëra që mund t'i theksosh më shumë, mund t'i theksosh më pak, po gjithmonë ajo varet nga pjesa që çfarë kërkon. Kupton? Domethënë do një grim që unë ta dua të ngjes, ti nuk mund të bësh konturime të dukshme, siç bëhen konturimet për darkët. Por në përgjithësi grimi ka qenë i konturuar. Dhe kjo më çudit fakti që kanë dalë konturime. Po, fix që tani u bë famshme, Ajo është konturimi është, por theksohen, plus që tani konturimet i japin edhe në Photoshop, në fotografi dhe gjitha gjërat domethënë janë kështu falso. Mua më pëlqejnë gjërat shumë natyrale. Mbahem, domethënë unë nihem për gjërat shumë natyrale, për gjërat freskëta. Ndaç nga ana flokëve, ndaç nga ana e make-upit. Por them që kjo gjë nuk karakterizon. Domethënë që kem këto gjëra, nihem për këtë pjesë dhe këtë pjesë do të mbaj. Ndofta më kanë ndikuar shumë pjesët e reklamave, që reklamat duhen të jenë shumë pastër. Po, janë në një linje fikse kundërta e klipeve. Komplet ku klipin ti e llakos, e ç'bën atë person që ti nuk e njeh dot se kush është. Po. Domethënë, ta shohësh në rrugë thua, nuk ka mundësi tjetër kjo.
Kurse reklama është gjë shumë, domethënë një gjë shumë soft, një gjë shumë e lehtë. Në kuptoj. Tani më që folëm për trendet e reja, çfarë do bëjmë? Është që unë do heq make-upin edhe do bëjmë diçka, një rekomandim me trendeve të reja, tregojmë edhe disa teknikë, e nisim, shohim çfarë do bëjmë. Po. Okej. Okej, do fillojmë një herë direkte me aplikatorët që bëhen për make-upin, mund të kemi një krem hidratues, mbas kremit hidratues mund të bëjmë primer që vendoset përpara make-upit. Është e rëndësishme, Shumë e rëndësishme, shumë shpesh pak a këtë. shumë njerëzit nuk e vendosin direkt make-upin, po e nuk qëndron. Nëse duam një make-up të qëndrueshëm, bëhen gjitha. Dhe pastaj delet që make-upi është i fundit për mua. Fillojmë pa humbur kohë. Kjo është shumë soft, po ta shohësh është shumë e dëmuar. Është si kashmir. Arsye që përdorim primer është që të mbyllim poret zakonisht. Po. Po primer është edhe për të mbajtur Po. akoma më shumë make-upin edhe më matë. Domethënë ka dy role. Ne do gjejmë një make-up të hapur për ty se ti je barë dhe borë si bora. Realisht është shumë e vështirë të gjesh make-upin e përshtatur për ngjyrën e lëkurës. Si i gjen, për shembull, si rekomandon të gocat të gjejnë? Make-upi nuk është një lloj, nëse ti je bardhë fare dhe ta vendosësh në tonalitetin e të bardhës. Por make-upi është domethënë një ton më të errët se lëkurën që ke. Domethënë për arsye se make-upi gjatë gjithë punimit që bëhet, ajo fillon të hapet dhe bëhet njëshme lëkura. Domethënë po ta shohim pjesën më të varë që ne kemi këtu dhe mund ta vendosim, kjo duket pak më errët, por kur punohet, domethënë ai fillon me një trajt shkrihet dhe bëhet më kompakt me lëkurën. Mbasi kemi aplikuar komplet fondatinën në make-upin, mund t'i bëjmë edhe një masazh të lehtë, që edhe ti vetë ta ndjesh, po relaksohet. Unë zakonisht punoj me duar, nuk është se janë pro këtyre gjërave, ta them unë jo penedave, jo. Po sepse kem parë plot ka dalë, po. Edhe mua më pëlqen shumë se nga që dua ta ndjej make-upin edhe kur ti e ndjen edhe shef që jep edhe më shumë rezultat. Mbasi kemi bërë këtë aplikim, edhe fillojmë me pjesët e syve. Tendencat e reja në ngjyrat e errta, ngjyrat e tokës, ngjyrat e ngrohta. Si fillim neve pjesën e syut komplet, pjesën e syut e bëjmë me tonalitetet të hapur, me tonalitetet që duhet t'i japim një bazë. Zakonisht kur vinë këtu klientët, din çfarë duan? Zakonisht domethënë kam klientë për shumë kohësh dhe nuk më thonë çfarë dua, domethënë më thonë vetëm pjesën, kam këtë veshje dhe unë komplet e kombinoj me pjesën e veshjeve dhe me stilin e veshjes që ka ndaç nga ana flokët e ndaç nga ana e make-upit. Unë kam diçka që kur janë klientët e ri, unë flas pak më shumë se sa me klientët e kam, pra se duhet të arrit të kuptoj një karakter të atij klienti. Për shembull, tendencat e reja vinë kështu me ngjyra të theksuara dhe të zeza. Ti beson që duhet të ndiqen nga çdo moshë apo duhet të përshtatet pak të pjesë e moshës? Jo, ajo duhet të ndiqet sipas eventit që ti ke, domethënë varet edhe çfarë ti ke dhe varet edhe nga karakteri i personit. Ka njerëz që nuk mund të shkojnë. Ka njerëz që i pëlqen shumë dhe nuk mundesh ti barazosh gjithë. Kur nuk të shkon diçka nuk e pse se sugjeron, do sugjerosh domethënë mund të jetë një trend, mund të jetë në mod tani, po ti nuk mundesh, është shumë të rëndësishme luan karakterit tek një make-up. Çka këngë është kjo? Nuk është gjithë unë. Zara Larsson. Kemi pas pak të shohim një insertë shumë interesant Zara Larsson, por nuk është momenti tani. Ka ardhur momenti që të flasim pak për një artiste. Flasim për Iggy Azalea, cila është australiane, shumë e mirë, raper shumë e mirë. U zhduk për pak kohë, po pse u zhduk? Tani ti pse ke veshur të gjën e zezë, që je vesh komplet me zeza? Po të fshesh në një gjë? Duket mua apo pas ke gjoksin pak më të madh.
Ke marrë xhipeta me mbushje. Ja, E ke tënden? e kam temen. Si ke këtë bërë, atë, me di si ke të bërë. Kur I bërë ti se ne bashkë kemi gjithë kohë. Po, Igi Azilja I ka bërë. e ke zile ka bërë. Morë vesh. Kishte vënë një gjicë të thithë ka këtu. Qa legene, ka bërë Kastile. Ajo kishte thënë që kur doli e Gezelia me klipin e saj të parë, ka vithe, është shumë e mirë. E lezetshme. Po pjesën e gjoksit s'ka gjë. Realisht nuk ka gjë. Edhe vitet bërë ai ka. Jo, nuk e ka të bërë. Po I ka tani flutën? Unë kam foto. Nuk e ka të bërë. Andi të luta? Ndoshta Unë di janë pak? shtuar me vite sepse bën shumë squat. Janë shtuar thua. Me moshën janë shtuar dhe Jo, vitet. nëse bën squat, shtojnë. Nëse I ke shtojnë akoma më shumë. Ti duket Igi Azilja si një vajzë që bën palestër të ditën? S'e di. Po lëri këto tani. Di. Lëri këto. Më duket konstrukti gjithsesi unë kam parë Pjesa foto. e gjoksit është shtuar. Ajo e kishte thënë vetë, unë do ta bëj gjoksin edhe e ka bërë gjoksin. Edhe tani riktoi. Ja, prandaj është zgjuar. Kjo është e vërteta laskuriqe për Igi Azilja. Në fakt, nëse shohim fotot e vjetra të Igi Azilja, vëmë re që kjo me hund, me buzë edhe nofullën e ka zvokuar. Ka pranuar undën, edhe tani ka pranuar gjoksin. Tipi që buzët, ndoshta ka pjesë Shime kompjuterit pak sa e me mirë këtu. buzëve. Yllë, speciale, komplet. Ndoshta, jo, ka të bëjë edhe nëse di të nxjerrësh fotot, nëse di e ke parasysh ku je më mirë, do atëherë ishte fillimet e saj edhe nuk dinte. E kuptoj. Ndoshta tani ka mësuar edhe del më mirë. Nëse është ky klipi tani që po shohim. Ja, 2013 ka qenë ky klipi, kjo tipja pas ka veshur kpucë me temina, ka qenë shumë në modë në Shqipëri, ndoshta para një viti. Nuk që nga çiklamim, po çrëndësi ka kjo. Igi duket qartë që ka një hund pak më të madhe nga e zakonshmja, mund të themi që gjoksi I sa saj pak më lë për të dëshiruar, mirë bëri që e bëri, e shkreta, se në fundit një jetë ka, pse mos ta bëj. Tash I për vitet që thua ti mos ma mbush njëri mendja, se kjo fillim fare kur doli tek ajo I'm so fancy s'ka pas byt. Kështu që ka pasur, thjesht rroba që ka veshur nuk është e tregon. se mbron kaq shumë i got. Jo, thjesht nga momenti që ka pasur nuk e pse thonë që ka pasur. Ka pasur. S'ka pasur. Ka pasur. S'ka pasur ka? Gjithsesi, në 2016 kemi vënë re që Igi është formuar e gjitha me shumë gjasa Është balancuar, mund të them, sepse ka pasur më shumë dhe më pak. Një balancë. Është një balancë e lezetshme, është po, ndoshta ka qenë rritur, kupton? Me rritjen, I formuan dhe këto pjesët e trupit. Se kur bëri gjunjët kjo zgjatet çik më tepër. Jo, më pëlqen shumë që zhdukjen, pastaj rikthen ndryshe. Unë nuk rrita. Jam rritur. Po mi të paktën çfarë këto shqiptarët që thonë që është thjesht make-up. E thjesht me Domethënë ti shef se s'do të mund emra, e shef buzët asaj s'ka pas një vizë këtu. Tani e shef I ka kështu, domethënë është make-up. Unda? Make-up. Make-up, një hije e lehtë këtu sipër dhe diçka në fund. Unda. Dërkohë ka pasur kështu. Tani nuk I duket të ka të I dukshme. Thjesht make-up. Nëse, okay, jurojmë shumë fat Igi Azilja, mirë se mos I ketë bërë gjoksin te klinika shqiptare, se mora vesh janë kancerogjene, po çrëndësi ka kjo, do jetë një tjetër moment që u do përmend të gjë. Kështu që vazhdojmë flasim tani për një tjetër Të flasim për Prince. info shumë Prince ka ikon nga jeta, është diçka që u trishtua, por vazhdon një luftë jo e lezetshme me Jay-Z, I cili kompania Jay-Z kishte marrë përsipër të transmetonte albumin e fundit e Prince-it. Por ata kanë bërë diçka që nuk ka qenë e këndshme, edhe transmetonte gjithë albumet e Prince-it. I nxorën pa leje këta. Pa leje. Po pra. Edhe kanë përfituar Tash- shumë lekë. Po normal që Normale. e çfarë bën aty Dalit. Me që jemi domethënë tek Tidali, unë mora vesh atëherë në fillim fare kur doli kjo anti e Rihanës. Njerëzit ishin kështu të vdekur ta blinin albumin e Rihanës dhe Tidali e nxori direkte gjatë me pa dashje, e ka nxjerrë në internet pa lek. Unë e downloadova kështu gjithmonë. Falas aty ndryshe. E kupton edhe mora direkte dhe imagjino sa shumë njerëz e kanë marrë domethënë. Rihanës I ka marrë pafund leka, I kupton? Para e thënë ndryshe. Okej, tani jemi tek Prince, kam përshtypjen që e njëjta gjë po ndodh edhe me Prince, ai nuk është gjallë I shkreti për ta parë se çfarë po ndodh. Jo, po kompania e vet. Po kompania e tij- Se është punë. Shpjellë fotografike sigurisht nuk është se ka lek për të hedhur rrugëve, se në fundit për ato gjëra kanë punuar ata njerëz. Kanë këngë shumë të këngë papublikuara edhe kur vjen puna, Duhet Jay-Z përfiton edhe janë nxjerrë kështu. Tak. Normalisht sepse Jay-Z mbahet si një biznesmen shumë I fuqishëm, shumë I suksesshëm, I suksesshëm. Edhe një herë? Po, I suksesshëm, I suksesshëm. I suksesshëm, I suksesshëm. I suksesshëm, Suksesshëm. suksesshëm, Sukses. sukses, Shëm. po. Aha. Edhe normalisht fokusohet të nxjerrë lek, po mënyra këtë radhë nuk ishte e dura. Nuk ishte dura sepse është me të fut me këtë muhabet. Po, edhe kompania diskografike Prince-it është duke theksuar që këtë radhë Jay-Z do humbë shumë lek. Shpresoj shumë që të humbi shumë, sepse ai shumë sa ka ai edhe sikur të humbi shumë nuk Nuk është e i shi bën përshtypje, se Jay-Z radhitet tek më të pasurit e Hollywoodit bashkë me Beyoncé. Po. Janë të paritshëm. Qifti ideal. Ideal në para Ideal. thua. I materialiste e dia dukesh ti. Jo. Jo. Jo, është çift ideal sepse kanë ata e kanë nisur tani nga bashkëpunimi edhe
Kjo është e vërtet. business, Ti dali pra, gjithsesi ka bërë namin, ka ecur shumë mirë. Jo vetëm kohët e fundit, por që kur e hapën këta, ti dali u mbështet nga Madonna, u mbështet nga Miley Cyrus, u mbështet nga shumë artistë Të gjithë. tuaj. Të gjithë më të mirët, mund të themi, të industrisë muzikore në Amerikë, në gjithë botën. Kështu që ti dali, sado që ti jetin gjyq, ta ti bëjnë gjëra, ti dali është në Terezi domethënë dhe Jay-Z ka fjet me ne për jo vetëm për jetën e Nuk e ndjen edhe vet. kaq shumë realisht. Sistemuar fëmijët, niprit. Çdo gjë. I sistemoja ai? Më më bërë përshtypje. Doli Beyoncé me albumin e saj Lemonade. Dhe ka qenë duke folur për tradhtinë e Jay-Z. Ai si e lejoi? Apo Mendoj se business. ka tradhtuar me vazhdon. vërtetë. Jam e bindur që e ka tradhtuar, po, sepse ndryshe nuk do e bënte, ndryshe nuk do e bënte kjo, sepse e ka analizuar shumë. Kam përshtypjen që ka qenë Biznes, gjitha gjithashtu është komerç, biznes. kështu që s'besoj se ka qenë e vërtetë. Gjithsesi, ne që jemi tek njerëzit seksi, se seksi janë këta, se kur ke lekë seksi në kohën e sotme, aha. Është një gocë tjetër, shumë e lezetshme, që unë personalisht e kam shumë qef. Po më tepër qef e ka Andi. Që gjithmonë si i sjell këto lajmet për këtë gocë Andi rasti. është ky redaktori i emisionit tonë, ne përmendim shumë shpesh sepse kemi këtu te kufje gjithkohës, kështu që normal të e përmendim. Plus na ndihmon shumë dhe me personazhet dhe Emily Ratajkowski është e preferuara e Andit. Shpresoj shumë mos të kemë prishur punë me këtë që thash, se ka ndonjë dynjaja jashtë emisionit. Po që Emily është me vërtet shumë e mirë. Është tipin ato gocat kështu si të pastra, kështu si pa make-up. Është shumë e bukur, buz. Okej, undën e ka pak më gung, po nuk interesohet njeri për undën, realisht. Shumë e bukur. Shumë e mirë është realisht, edhe Emily është gjatë gjithë kohës ka një tendencë për të zhveshur. Domethënë E ka qenë fillimet edhe saj, dhe ka thënë vetë që unë jam një person që sexually funny. I pëlqen trupi i saj. Sexually funny, ma Po, shumë i pëlqen trupi i saj, i pëlqen ta tregoj sexually funny. nuk Sexually është- funny mund ta thuash që unë kaloj mirë jo, nuk e di se Sexually funny ka qef. qef nxjerrë cicat, i thon ndryshe. Edhe vithet e saj, e ka qef, s'ka problem fare. E nxjerr, okay, jokesen, se ndoshta fola pak keq. Nëse Emily Ratajkowski është e këndshme shumë realisht, unë kam parë shumë foto të saj, dhe realisht i kam parë shumë vonë, jam informuar shumë vonë për këtë gocën sepse nuk e njihja. Edhe më thanë që si mund të më vështirë Emily Ratajkowski, shiko videot, po shifja videot pastaj. Kjo më ishi nxjerr, për gatë të bukura. Po thua ti prandaj nxjerr. E pjesën e barkut e ka plak, shumë të bukur, ka vithe, ka gjoks, Lezetshme shumë. si mundet një person Po ta marrësh holl, nuk është tipike vajzë vetëm seksi, sepse kjo është e gotë zgjuar. Jo më kot po e bën këtë gjë, paktën shumë pretendohet, se mund ta bëjë për shefin e vet ajo, po mediat shkruajnë tani që kjo po e bën dhe në kundërshtim të fuqatës së Donald Trump, edhe pse Donald Trumpi i thjon me zgjitën se u zgjot, edhe nuk e di çdo i bëj këtyre që e U shan. zgjodh, po. Çfarë ka thënë Donald Trump për pjesën e femrave, sepse nuk e që ka saportuar femrat, thash nëse ti vishes në një mënyrë shumë provokative, Provokativ. ti dëshiron diçka nga tjetri, ose ke parasysh tjetri që të ngacmon e ka mirë ai. Se ti si je dakord me këtë? Jo, sigurisht që nuk jam dakord. Fal, ti kur shkon në një klub edhe Po. vesh një bluzë komplet hapur, del pak tit kanash dhe mbulon her pas here, pastaj vesh edhe mini fund, edhe kur ulesh kështu të del një pjesë të pasmeve do thoja. Ti do të bëj seks? Çka, unë nuk saportoj femra që e bëjnë këtë, nuk saportoj tipit që të shkosh në klube dhe të shkosh ashtu, por nuk t'i jep ty lehtësinë që të më prekësh mua ose atë femrën, e ke parasysh që. Varet çka ke veshur, po ke vesh mini fund me çizme lëkure me maj, i bie që je pak demode dhe çuna do të fusin dorën tani. Çuna ata mbajnë dorën aty ku e mbajnë në dorën edhe të lërin gocat të bëjnë çfarë të duajnë. Çdo person është për veten e vet. O mos i bëni vetë kur s'doni, ç'është më bëhet tani? Po nuk ka kuptim bashkë pa femër, e kupton? Do përfundoj në meshkujt me dorë atje. Po çfarë të bëjmë tash? Okej. Sa e bukur është kjo, mund ta gjej të këngën deri në fund? S'është mirë në fakt. Okej, rikthehemi, jemi tani tek pjesa e dytë e intervistës me Artur Muçën. Artur Muça, te pjesa e parë, morët më shumë me dallavere. Dallavere, folëm për karrierën e tij. Pastaj nisëm pjesën e make-upit, po e lam pak në mes. Më pëlqen shumë që është duke shpjeguar teknikat që ai përdor duart, përdor nuanca të ndryshe. Edhe folëm, po e vazhdojmë, po e përfundojmë make-upin. Bukur, pra, shohim pjesën e dytë e intervistës me Artur Muçën dhe rikthehemi sërish në studion tonë të bukur. Për pjesën e drejtimit të lëkurës, çfarë rekomandon te gocat? Tek vajzat, për pjesën e drejtimit të lëkurës është shumë e rëndësishme të di
dhe të dalloj çfarë lëkure ka, sepse ajo nuk përcakton dot lëkurën, do ketë më shumë shkatrim se sa do ketë përmirësim të asaj gjë. Them që është shumë shpejt përdorim këngëve të antirrugëve, them për pjesën e vajzave që janë nga 25 e poshtë, nuk është e nevojshme, thjesht vetëm që duhet gjenë një krem natë dite, që të mirë mbaj dhe të mbaj edhe qelizat në aktivizim. Jam me atë pjesën që sa më pak gjëra, aq më mirë do jetë, dhe sa më shumë dhe asnjë gjë. Po ta shohim, ti ke syun e vogël. Dhe për të bërë pak gëzmadhimin e syut, gjithmonë përdoret lapsi i bardhë në brendësi të syut. Kjo pjesa e bardhë je dritë komplet syut dhe të duket akoma më e madhe. Edhe më i freskët. Dhe pjesa e konturit pak më hije është pjesa e poshtë syut. Vajse që të bëj edhe diferencën e qepikëve që janë më poshtë. Kur ne fillojmë i lyem qepikëve, ajo fillon hapet. Rol të rëndësishëm në gjithë në make-up është edhe qepikët edhe vetrat. Vetrat janë super të rëndësishme që aty e fillon karakterin. Çfarë karakteri ke, tregon ka një domethënie shumë të madhe vetë. Po. Do shohim si korrigjohet vetulla dhe si është një vetull e pa korrigjuar. Kjo është e plotësuar, thjesht e plotësuar me një shumë të lehtë që ky as nuk dallohet, por kur e sheh të plotësuar duket sikur ti e ke plotësuar shumë ose e ke dyer shumë. Për pjesën e vetullave janë lacat që janë autosafat për vetulla, për të janë shumë profesional që mos lëvizin. Neve nuk kuptojmë diçka. Ka dalë moda me vetulla të tekstuara, jo të tekstuara me tatuazh, të tekstuara të trashë. Vetulla sa më e trashë është akoma më e bukur. Vendosëm edhe qepikët edhe mundi kaloj vetëm një element të lehtë. Tani, mbasi kemi mbaruar pjesën e syve, do fillojmë me konturet. Pjesa e konturit bëhet me një ton pak më terë se sa pjesa e lëkurës. Dhe ose make-upi që ne kemi vendosur, ose 2 tonë, ose 3 tonë. Domethënë, atë e kemi vetë në dorë. Nëse ne do vendosim një ton super të errët, që po ta shohësh diferenca e kësaj është theksuar. Shumë e theksuar. Ne do të kemi më shumë prerje. Nëse do vendosim më të lehtë, do kemi pak prerje, do janë më të lehta. Edhe fillojmë edhe pjesën e shkrirjes. Dhe nëse ne duam ta tregojmë akoma më shumë pjesën e prerjes, bëhet edhe siç bëjmë me pjesën e errët, bëjmë prerje edhe me pjesën e bardhë. Duke qenë pak më shumë dritë, konturi i fytyrës, domethënë merret nga pjesa e ballit, mundet të korrigjohet komplet pjesa që ne japim formën fytyrës dhe duke bërë pjesën sa më ovale. Pjesa e konturimit, nëse shikoj, e kombinon të gjithë, nuk është që janë thjesht prerjet veç, është që bashkon. Po, shkrihen gjitha. Duke, si që bëmë atë, mund të bëjmë edhe me pjesën, kjo është pjesë tjetër. Kjo është e hapur kontur, domethënë që vendoset në pjesë që ne nuk kemi vendosur, domethënë që fillojmë i japim pak më dritë. Kur kemi një hund të pak të deformuar, domethënë ne japim konturin duke i dhënë një dritë fare lart. E bëjmë duke drejt. Duam të zvogëlojmë, dhe zvogëlimi edhe jepet pjesë e errët dhe jepet konturi pjesës së bardhë që t'jepet sa më drejt. Mbasi kemi mbaruar gjitha këto, kemi vetëm pjesën e buzëve, do punojmë prapë tek ngjyrat natyrale. Siç thash, domethënë, siç ka edhe vetulla, kanë defektet nga syri, gjitha, edhe buzët kanë ato defektet e veta që ne mundsojmë që t'i bëjmë në proporcion, që duken sa më të pak më të mëdha, nëse i ka të vogla, dhe pak më të vogla nëse i ka të mëdha. Siç e kemi buzën, mund t'i japim edhe një ngjyrë shumë trend, një ngjyrë pak shumë, domethënë fashion, mund ta zbejmë, mund ta bëjmë. Domethënë është gjithmonë duhet punoj edhe pak fantazi. Dhe tani përfunduam. Jo, është realisht shumë e bukur sepse ka ngjyra të theksuara, por nuk duket e ngarkuar. Shumë faleminderit për kohën. Faleminderit juve dhe
them që nga këto gjërat natyrale kanë mësuar edhe pak a shumë edhe disa vajza të tjera. Jam e bindur për këtë. Nuk jam tipi që nuk më pëlqen shumë make-up-i i byer, i kalangjosur si themi ne. Gjërat sa më të thjeshta aq më të bukura janë. Domethënë po duhet gjesh edhe momentin dhe rendin e duhur për këtë gjë. Duhet gjithmonë të përshtatemi. Juve edhe juve. Sukses në emision dhe ju hes mbar. Faleminderit gjithashtu. Ne do shihemi sërish. Bubble butt. Do të çuar bet pork, do të ishte shumë bukur. Me zem baj vetëm? Nuk lëviz. Sara më shau shumë sepse më tha që televizor nga vetja, ata se ke parë klipin e Bubble Butt. Si mund të jetosh? Është mungesë edukimi. Duhet të edukohen pak për Bubble Butt, s'është e vërtet. Kam Jam kohë pak. kur e pash. Çfarë bëre? Shokuar. Shokove, kur i pe. Shokove se nga që do t'i kesh dhe ti Bubble Butt. Jo, jam Të zeqme, i kam parë. Jam shumë e mirë me të nuk. Jam shumë e mirë me atë që nuk kam. Okej, mirë bukur, ndoqemi në style, urime për InStyle në radhës. Artur Muça është vërtet një personazh shumë i këndshëm, edhe ti dole e bukurie, po bëre edhe më e bukur. Fantastike, Sara, bravo. Jemi tani tek një tjetër moment shumë interesant. Albi do vi, si gjithmonë, jo në studio këtë herë, por tek ekrani juaj televizorit, do ju flasi për ato gjëra që vetëm ai di t'i bëj, që janë reportet. Sot kemi Best of In Reports dhe do e ndjekim tani dhe do kthehemi sërish pas pak. Turn around, stick it out, show the world you got it. Prej 5 vjetësh tashmë në Tiranë, Kortefiel prezanton sot në tek koleksionin e ri Vjesh Dimër, një koleksion i cili tashmë do të vinë në menaxhimin akoma më të mirë, atë të Fashion Group. Ju do të ndiqni në këtë report me mua Albi një prezantim të koleksionit, veshjet për t'u habitur dhe sigurisht çmimet mjaft të arsyeshme. Na ndiqni. Lately because of all the stuff going on outside the house, you know, the pressure, the job, all those things that can weigh you down. You know, sometimes. Miranda, ja ku takohemi sërish bashk. Ti nuk mund të mungoje në një event si ky, duke qenë se Fashion Group sjell gjithmonë risit veçanta në prezantimet e koleksioneve dhe sigurisht një kurator i imazhi si ty nuk mund të mungonte. Faleminderit. Kortefiel është me këtë koleksion që ka sjell këtë kohë, është një ndër koleksionet më praktik që mund të vishë nga mëngjesi deri në mbrëmje dhe të kombinuara kaq thjesht dhe kaq bukur dhe në kaq harmoni ngjyrash dhe stil. Jam këtu me një çift shumë simpatik, jam me Stelën dhe Denisin. Si u du koleksioni i ri Kortefiel? Shumë i këndshëm, me ngjyrat tipike dimërore, ku mbizotrojnë pak ngjyrat e errta, bezha, kafja, por tani jemi spostuar nga pjesa e femrave që ne gjithmonë shkojmë me vrap, jemi të pa, nuk është e pashmangshme na tërheq, te pjesa e meshkujve dhe këtu pak a shumë me ngjyra jemi të njëjta zonalitete. Në fakt më duhet pyes Denisin, meqense jemi tek meshkuj, jemi tek mishat e meshkujve. Denis, si po të duke? Sigurisht që janë gjëra shumë të bukura. Ne po i shohim pak nga pak me imësi derisa të gjejmë ato stilin që na përputhet. Është e vështirë të zgjedhësh robën e duhur, veshjen e duhur? Besoj që ka të bëjë me identitetin, me personalitetin dhe kur e di se çfarë kërkon, arrin ta gjej shkollaj fare. Nada, si po duhet koleksioni i ri? I këndshëm, sigurisht që unë e vizitoj shpesh sa herë që kaloj këtu, ka mall me kualitet edhe kjo vlen për t'u vlerësuar të themi. Sigurisht që gjej ndonjë gjë tek këtu në shihet e mia sepse jo se jam e vështirë, po kam ato shihet e mia të përcaktuara, kështu që them që për dhurata është një dyqan shumë i mirë. Kam bërë dhurata në këtë dyqan. Për vete çfarë të pëlqen? Çfarë ngjyrash preferon më tepër? Atëherë unë jam ke bardhë, zi edhe kuqe me raste. Pse kjo? Po sepse unë edhe jetën në përgjithësi e shikoj bardhë dhe zi, në kuptimin që o është e saktë, me thënë o është gjëja, o nuk është. Kështu që unë them, kush e shikon me ngjyra është me dy fytyra. Vajza, si u duk koleksioni i Kortefielit? Mua personalisht më pëlqeu, pasi e gjej veten, me qenë se koleksioni prezanton një grua
me stil, por gjithashtu serioze, klasike. Unë e gjej veten dhe jam shumë e kënaqur që më në fund Kortefil ka çmime pak më të përballueshme. Nina, ty si të duken, të ngelin ndonjë gjë në mendje? Po, më ngelën një palë sandale të zeza, që ishin kështu me takt shumë të vogël, të fiks për mua, domethënë. Fiks, nuk jam edhe shumë i gjata, vashti. Jo, më pëlqeu shumë, në fakt. Kortefilin gjithmonë e kam parë si diçka që ishte si buxhet pak më i lartë për mua, sepse unë jam për shtresën e mesme, të gjithë studentët mund t'i blejnë rrobat e mia të gjitha. Tani që ka një kosto pak më të ulët, them që do vi më shpesh për ta parë. E shkon në klub edhe nis. Perdi macchiato me çun shtotë në klub kështu. Oh yeah. Okej, ka ardhur fundi Gossip TV për ditën e sotme. Juve mos u mërzisni fare sepse të martën do vim sërish me të tjera informacione më shumë interesante nga ato që po sot. Informacionet më të fundit, për ata që nuk kanë kohë të ndiqni emisionin e sotshëm, don't worry, mund të ndiqni në YouTube, në Interview Albania, dhe sigurisht në Instagram mund të gjeni lajmet më të fundit nga emisioni jon, edhe nga emisionet të tjerë që kemi këtu brenda sigurisht. Pastaj Interview Albania në Facebook dhe në web. Interview.al është faqja jonë e webit, kështu që bëni pjesë pra e rrjeteve tona sociale, pasi siç tha dhe Sara pak më parë, ne jemi gjatë gjithë kohës duke postuar gjëra atje, kështu që juve mund të informoheni në lidhje jo vetëm me Gossip TV, por edhe me shumë emisione të tjera të INTV Albania, sepse ne jemi një familje shumë e madhe dhe duam shumë mirë tjetër. Kështu që deri të martën që vjen, neve do ju lëm në programacionin super të këndshëm të INTV. Sa i themi njerëzve bye bye, çan të peristerin. Edhe kaloni bukur. Ciao.